Në zonën e Nikaj Mërturit, në Tropoj, është dhezur një debat i fortë mes banorëve dhe autoriteteve pas nisjes së punimeve për ndërtimin e 3 pritave malore në lumin e Mërturit. Rreth 300 banorë të Krahinës, të mbështetur nga aktivistë mjedisor, kanë dalë në protestë kundër projekteve të korporatës elektroenergjetike shqiptare, duke e cilësuar ndërhyrjen si të përgatitur dhe të realizuar pa transparencë me komunitetin lokal. Sipas tyre, punimet kanë nisur pa konsultim paraprak dhe pa informacion të qartë për natyrën dhe ndikimin e projektit në mjedis. Këtu kanë ndërtuar një hec vetëm për qëllimet e tyre. Sfundi vinë dhe ndryshojnë emrin lumit të currajve e tepër dhe lumit të zi është lum, ndërsa ata e quajnë prua. Por e quajnë prua sepse ka qenë vetmja mënyrë për të vjedhur ca lek në këtë. E për sa i përket lumit, na jena të bashkuim sa jena sot edhe më shumë herë tjera, për mos me lanë me bashkët masakrë që ka ba, kush i ka shti hund në këtë punë, e pas të fash një zezë. Më kanë bërë shumë njerës që ke fjermos, si kërë plak, dhe asë në gotën kush me fjermos, asë nuk kam fjermos për het, asë për prit. Ai që ka fjermos për mua zoti vë qadosht marë. Nga ana e tyre, aktivitetet mjedisore kanë ngritur shqetësimin se ndërtimi i digave në një lum malor mund të ketë pasoja serioze për biodiversitetin dhe ekuilibrin natyror të zonës, e cila gëzon statusin e parkut natyror rajonal që prej vitit 2014. E gjithë procedura është antikushtetuese, është antiligjore dhe patjetër që do ndjeket të gjitha rrugët ligjore, qoftë në gjykatën administrative, qoftë me padi penale në SPAK. Nuk ka një element sa do i vogël qoftë që ai të justifikojë ndërtimin e një dige. Po çfarë? E merr lumin e the në prua, që nuk bën dot sediment që ti qoja po mbush liçenin e Komanit. Ata duan të shkatrojnë lumin sepse duan të shkatrojnë lidhjen e popullit të Nikaj Mërturaj me këtë zonë. Për të zhmangur për shkallëzimet e tensioneve, punimet në terren janë ndërprerë përkohësisht dhe makinerit janë tërhequr nga zona. Megjithatë, banorët e Nikaj Mërturit deklarojnë se qëndrimi i tyre mbetet i pandryshuar dhe se protestat do të vijojnë deri në anulimin e plotë të projektit.